Përshëndetje të gjithëve, pas rreth 2 muajsh mungesë, kthehemi përsëri në podcastin e Lëvizjes Bashk. Nuk është i rastishëm ky kthim. Në fakt jemi përpara ditës ndërkombëtare të punëtorëve, 1 majit, e cila në Shqipëri sigurisht ka problemet e veta në mënyrën e organizimit të punëtorëve dhe të diskutimit për drejtat në punë. Jo për ne si parti, si Lëvizje Bashk, të drejtat në punë dhe punëtorët si klasë shoqërore janë vërtet të jetë rëndësishëm. Në Shqipëri ata që kanë pas pushtetin dekadat e fundit, i kanë shpërfillur punëtorët, i kanë mohuar si hemër, kanë bërë çështje mundur që të shkelin të drejtat e tyre themelore në vendin e punës ose jashtë vendit të punës, dhe kanë parë madje me urrëtie çdo tentativë autentike të punëtorëve për të organizuar dhe për të kërkuar të drejta dhe dinjitet në punë. Lëvizja Bashk prej fillimit të saj e ka vënë theksin tek drejtat në punë, te dinjiteti i punëtorëve dhe mbi gjitha tek roli i jashtëzakonshëm i punëtorëve si faktor ekonomik kryesor në zhvillimin e vendit, por edhe si një shtresë shoqërore me potenciale të mëdha në organizim dhe në demokratizimin e shtetit në tërësi. Sot në këtë podcast unë kam të ftuar kolegun tim bashk aktivistin e Lëvizjes Bashk, pedagog, studiues, botues njëkohësisht, Alfred Bushin. Alfredi është edhe njohës mjaft i mirë i çështjeve të punës, ka kontribuar në disa studime që ne më herët kemi kryer për problemet në punë edhe të punëtorëve, dhe me Alfredin do doja diskutonim për punën si koncept, për mënyrën se si historikisht është përkufizuar dhe ka pasur puna funksionin e vet ekonomik dhe mëtej në shoqëritë e ndryshme njerëzore, po mbi të gjitha do doja shumë që diskutonin për problemet e mëdha të punëtorëve në Shqipëri. Mirë se erdhe Alfred, dhe besoj që podcasti do na shkojë mbar, se për dy ne dhe për gjithëkënd Lëvizjen Bashk, çështja e punës apo e punëtorëve ngjall një interes të veçantë. Unë do doja ta nisnim bisedën tonë me me një përkufizim të thjeshtë të punës, të punëtorit. Çfarë është puna? Në kuptimin mbase edhe sociologjik të fjalës apo edhe filozofik të fjalës, dhe ngadallon nga vërtetëritë e tjera shoqërore. Atëherë faleminderit për këtë bashkëbisedim, sidomos për këtë 1 maj që është, le të themi, një nga ditët më të rëndësishme shoqërore për mua dhe për ne si aktivist, pasi është dita ku ne, le të themi, shpallim publikisht, le të themi, atë që ne duam, aspiratat tona, përpjekjet tona për çështjet e punës, për punëtorët, për shoqërinë në tërësi. Kështu që për mua është mjaft e rëndësishme ky podcast dhe kjo ditë. Ani për sa i përket përkufizimit të punës, unë do i referohem atij përkufizimit, le të themi, që ne i referohemi zakonisht atij që bën e majta, le të themi, duke e parë punën më shumë si proces pune, le të themi. Punën si përdorim i fuqisë punëtore, përdorim i fuqisë kolektive, dhe në këtë kuptim punën kam prirjen ta shoh më shumë si lloj procesi i cili kryhet mes natyrës dhe njerëzit. Dhe jo thjesht njerëzit si individ, por si kolektivitet, si grup shoqëror që organizohet, le të themi, për t'i bërë ballë një pengese, një nevoje. Kështu që puna është më shumë, le të themi, ky procesi i përdorimit të fuqisë punëtore dhe realizimi, plotësimi i nevojave që ka individi ose shoqëria në moment caktuar të historisë. Ti e the shumë mirë lidhjen midis njeriu dhe natyrës dhe punën si instrumenti ose si procesin e transformimit të qëllim të natyrës. Në këtë kuptim sigurisht njerëzimi ka ekzistuar edhe përpara se të punonte, për shembull shoqëritë mbledhse apo gjuetare, ku njerëzit në kuptim ngushtë fjalës nuk është se punojnë, po thjesht marrin atë që natyra u ofron. Mirë po me qytetërimin, me proceset më komplekse të marrëdhënies midis njerëzve dhe natyrës, por edhe ndërmjet vetë njerëzve, arrihet që njeriu në mënyrë të qëllimt të
përdor natyrën, ta transformoj natyrën, të prodhoj të mira materiale dhe jo vetëm materiale pastaj, kupton, edhe shërbime në dekadat e fundit, të cilat janë shumë të rëndësishme, janë dobishme për të vetë, janë dobishme për shoqërinë, u falin njerëzve siguri materiale puna, shton, ku diun, tiparet e veta më të përgjithshme, them, shton jetëgjatësinë dhe ka potencialin të paktën që marrëdhëniet shoqërore t'i bëj më harmonike. Gjithsesi, puna është parë ndryshe në epoka të ndryshme historike dhe në formacione të ndryshme shoqërore. Më ka bërë gjithmonë habi fakti se si në antikitetin grek spaku, puna fizike shihe me përçmim. Është diçka e rëndom, diçka që u takonte skleverëve, diçka, le të themi, një veprimtari që nuk kishte nevojë për kreativitet dhe përpasoi, meqense nuk futej, supozohej, nga intelektualët, kreativiteti, inteligjenca, ishte çështje që përfshinte sigurisht shumicën e shoqërisë, por një shumicë të nënçmuar nga intelektualët të shoqërisë. E gjejmë bifera edhe në veprat e Hannah Arendtit këtë ndarje midis punës fizike, punës prodhuese, që grekët e shihnin me përçmim, e shihnin si diçka të detyrueshme, pa një lloj determinizmi biologjik që njeriu do duhet thjesht të riprodhojë jetën e vet biologjike përmes punës, dhe nga ana tjetër asaj që ajo ose grekët e vjetër e quanin praksis, pra praktika si veprimtari e qëllim, veprimtari që ka dimensionet e veta intelektuale, e përpasoi në antikitet, më shumë në antikitetin grek edhe në mesjet, po gjurmë saktuar e gjejmë edhe në kohën e Republikës e Perandorisë Romake, puna fizike, puna prodhuese, është parë me përçmim, ndonse është, themi, ndoshta elementi kryesor i riprodhimit të jetës shoqërore. Pa imagjinoni si mund të jetojë shoqëri pa njerëz që punojnë në bujqësi, pa njerëz që prodhojnë të mirat materiale, ushqimi, pa artizanët, pa ata që kujdesen për të smurët. E për shkak se intelektualët e asaj kohe zakonisht vinin prej shtresave të privilegjuara të shoqërisë, për shtresave që s'kishin nevojë të punonin në shoqërisë, nuk e njihnin rëndësinë jo vetëm ekonomike, po edhe sociale dhe historike të punës, dhe duhej pritur goxha kohë, ndoshta me modernitetin, me lindjen e kapitalizmit dhe të kritikëve të kapitalizmit pastaj, që puna të marrë të paktën teorikisht dinjitetin që meriton, pa të konsiderohet si jo vetëm faktor kryesor ekonomik, po edhe një faktor i cili i shërben shoqërisë për të formuar dhe riformuar veten. Pikërisht përmes punës njeriu, le të themi, sigurisht transformon ambientin përreth, transformon natyrën, sepse është një lloj marrëdhënie dialektike me ta, por transformon edhe veten në të njëjtën kohë. Dhe nga antikiteti më pas kemi kaluar nëpër disa faza derisa kemi arritur që sot puna vlerësohet, le të themi, vlerësohet pikërisht për shkak se njeriu, punëtori, shtresat e tjera kanë transformuar dhe veten, kanë ndryshuar mendim, kanë ndryshuar ide, por që për sa i përket antikitetit që përmende. Normal që duke i përkitur një shtrese, le të themi, të lartë, e shikojnë me përbuze punën, po puna ishte kushti i domosdoshëm i asaj kohe të lirë që të shtresat larta kishin dhe përdorin pastaj për të bërë filozofie, për të bërë shkencë, me radhë, po pa kushtin themelor, pa këtë strukturën ekonomike që prodhonin skleverit, bujqit, zejtarët, me radhë, nuk do ishte mundur gjithaj prodhimi i madh intelektual që ndodhi në Greqinë e lashtë, por jo vetëm Greqi, po edhe në shtetet e tjera. Prandaj puna ka kaq shumë rëndësi dhe kemi arritur në pikën që ende sot puna, le të themi, nuk trajtohet me vlerën që ka, por që kur e shikon me vëmendje, e shikon që është kushti domosdoshëm që kemi gjitha këto proceset e tjera kreative, shkencore, politike, po nuk pat njerëz që punojnë dhe po nuk i vlerësuam ata me aq sa meritojnë, le të themi, por mbas edhe më shumë nuk do kesh pastaj asnjë aktivitet tjetër social. Mua më ka bërë kurioz gjithmonë një fenomen. Kur shohim zhvillimin e historisë njerëzore, përpara lindjes kapitalizmit, përpara lindjes shoqërive moderne nga pikpamja ekonomike dhe politike, puna prodhuese është parë gjithmonë me përçmim, sepse klasat ekonomikisht sunduese ka qenë klasa që nuk kishin nevojë të administronin procesin e prodhimit. Kanë qenë klasa që e fitonin mbi prodhimin ose e vendosnin pasurinë e tyre përmes mjeteve drejt për drejt të dhunshme, përmes pushtetit politik ose thjesht forcës së armëve, ose ishin praktikisht ata që merrin haraçin
në këtë sens nuk e drejtonin procesin e punës. Jo vetëm nuk punonin vetë, pas nuk kishin kontakt drejt për drejt me procesin e punës. Do duhet lind kapitalizmi, do duhet lind një klasë re sunduese, goxha më aktive se sa parazitët e shoqërive sklavopronare apo feudale, që praktikisht nuk bëjnë asgjë përveç se luajnë me shpata apo shkojnë në luftë ndonjëherë, që puna të marrë dinjitetin e vet dhe madje të ketë dhe diskutime teorike se ç'është puna. Do thënë, vetëm një shoqëri kapitaliste, ti mund të gjesh elitën ekonomike, që pavarësisht se mund të jetë miliardere, pavarësisht se kontrollon procesin përveç se ka pronësinë e mjeteve të prodhimit, edhe kontrollon procesin e punës të mira njerëzve, të pretendojë që edhe ne punojmë. Do thënë, për një zotëri të antikitetit, për një senator romak, për një zotëri feudal të besjetës, të thosht ai unë punoj, do konsideroj si fyerje. Do t'i thosh që ti punonte, merrte si shari edhe të thonte në duel. Ndërkohë që elita ekonomike, flas tani për shoqëritë e pjekura kapitaliste, jo për vendet gjysmë kapitaliste siç janë vendet e periferisë. Elita ekonomike nga që e mbykëqyr procesin e punës dhe nga që është edhe në kushtet një konkurrence të edhshme me të tjerë si vetja, konkurrence horizontale, i krijohet përshtypja që edhe mbykëqyrja e procesit punës, edhe komandimi i procesit punës është një farsoj, një lloj pune, ndërkohë që e majta zakonisht ka një koncept më produktiv të punës dhe e lidh punën si punën, le themi, shoqërisht të dobishme për të prodhuar diçka ku nuk futet kontrolli, ku nuk futet dhënia e urdhrave, dhe përpasoj punën produktive ja njohin vetëm punëtorisë. Pra është prap interesante kjo mënyra se si përkufizohet puna dhe rrjedhimisht pastaj është edhe roli i punëtorëve. Roli i punëtorëve në një shoqëri, le ta quajmë moderne. Sigurisht kemi pas sklevrit dikur, kemi pas bujkrobrit në shoqëritë feudale, kemi pas ndoshta edhe fshatar të lirë, po që ishin detyruar të paguanin haraç tek zotrinjtë e mëdhenj ose ata që ishin qiradhënës të ngastrave të tokës. Po puna në shoqëritë moderne kapitaliste ka ca specifika, do doja ta diskutonim këtë gjë. Sepse një gjë është ajo që quhet karakteri shoqëror i punës. Në një ekonomi kapitaliste, shumë punëtor punojnë bashkë në të njëjtin vend pune. Dhe kjo është një nga risitë e kapitalizmit, dhe shoqërizimi i procesit punës. Sigurisht jo shoqërizimi i pronësisë mbi prodhimit, por shoqërizimi i procesit punës. Dhe kjo në far kuptimi krijon dhe një identitet të ri të punëtorit. Çfarë është punëtori? Pyetja ime në një ekonomi kapitaliste. Pikërisht fakti që gjithë procesin e të dialektik, le të themi procesin dialektik transformimit natyrës përmes punës të punëtorit, gjithë të lëvizje, le të themi, dialektike që ndodh, gjithë kjo lëvizje përfundon tek produkti punës. Domethënë gjithë procesi i krijimit dhe i prodhimit fuqisë punëtore përfundon me produktin që është në kapitalizëm, le të themi, nuk është produkt do si do, po merr për kufizimin si mall, le të themi. Kështu që dhe kapitalisti për nga natyra, siç e tham, edhe i shtrënguar nga struktura, nga sistemi, le të themi, është i detyruar që të prodhojë, le të themi, duke nxjerr një vlerë që është më e madhe se sa vlera që ka futur në fillim. Domethënë vlerë më e madhe se puna, se mjetet e punës, se mjetet e prodhimit. Kështu që gjithë kjo mbivlerë, le të themi, që krijohet, sigurisht kërkon shumë punëtor, kërkon shumë angazhim të disa elementëve shoqëror. Pikërisht sepse kemi këtë prirjen e kapitalistit për të fituar gjithnjë më shumë, por edhe kemi edhe rritjen e nevojave shoqërore, nevojave të sigurisht, kapitalizmi ka për qëllim fitimin. Është një sistem ekonomik ose një mënyrë prodhimi që orientohet nga fitimi i sipërmarrësit. Ky është, le të themi, motori ose motivacional i sistemit si thua ekonomik. Mirpo, vullneti për fitim, ta quajmë kështu. Se më kujtohet ky vullneti për fuqi i Nietzsches, po quhet vullneti për fitim në kapitalizëm, prodhon të efekte. Formon punëtorin, formon një klasë re punëtore. Mundson bie fjala risit teknologjike. Më risit teknologjike në 200-300 vitet e fundit,
të pjekjes së marrëdhënieve kapitaliste në botë janë të jashtëzakonshme krahasuar me gjithë historinë e njerëzimit. Pra kur nuk ka pas hapa kaq të mëdhenj teknologjik e shkencor në kuptimin e aplikimit praktik të shkencës, se sa gjatë këtyre shekujve të fundit të marrëdhënieve kapitaliste të prodhimit. Pra në njërin anë kapitalizmi ka ky vullneti për fitim, një efekt pasynuar të vetin, pra nuk është se dikush bën plan 5 vjeçar që do shpikim në rang vendi këtë apo atë, prodhon risitje teknologjike, nga ana tjetër ndodh paktën pjesërisht ajo që po thëja pak më herët, shoqërizimi i procesit punës. Shumë njerëz që punojnë në të njëjtin vend, paktën në fazën e atij që quhet kapitalizëm industrial apo fordizmi dikush. Pra sa më shumë punëtor, mundësisht mira punëtor në uzina të mëdha që punojnë sigurisht në për funksione të ndryshme, sipas parimeve të ndarjes punës, taylorizmit e kështu me radhë. Dhe kjo mundëson një rritje të jashtëzakonshme produktivitetit të punës. Pra kemi teknologjinë që përparon, kemi ndarjen shkencore të punës, që është lajm i mirë për prodhimin, por lajm i keq për punëtorin, sepse punëtori do duhet të punojë në mënyrë më intensive, dhe edhe organizimin më të mirë shoqëror të punës, pra shumë vetë që punojnë pranë njëri tjetrit. Dhe kjo sjell një përparim të madh produktivitetit të punës, edhe të mirave që konsumohen. Problemi është që kush do i blej ato të mira. Dhe këtu jemi në një nga kontradiktat e kapitalizmit, që prodhohet shumë, por nuk i jep dot përgjigje pyetjes si ta garantojmë fuqinë e mjaftueshme blerëse për ata që kanë punuar dhe kanë prodhuar kaq shumë. Po lexoja diku që kjo fazë, le të themi faza e pas revolucionit industrial e këtej, është një nga më interesantet sepse për herë të parë njeriu, le të themi, është i nënshtruar tërësisht, gjithë kohën e tij janë nënshtron, le të themi, janë nënshtron punës për kapitalizmin. Gjatë gjithë kësaj kohë, gjatë këtij zhvillimi shkencor, teknologjik, puna e njeriu do duhet kishte të bëjë më lehtë apo më lehtë, kishte punoje më pak kohë, ndërkohë që është, le të themi, një nga momentet e historisë njerëzimit ku njeriu punon më shumë se sa kurdo herë tjetër. Dhe përveç se punon më shumë, do të themi, ka intensitet më të lartë pune, ndryshe nga puna që përmendem sklavi ose në sklavopronari që ti, le të themi, i nënshtrosh një lloj ritmi natyror të prodhimit. Në këtë periudhë njeriu punon, le të themi, me një lloj intensiteti që s'është parë ndonjëherë, le të themi, dhe kjo transformon dhe njeriu, transformon dhe shoqërinë dhe punëtorin. Mirë po është shumë e çuditshme sepse ai sërish punëtori nuk arrin dot që pavarësisht se i nënshtrohet kaq shumë për një kohë kaq gjatë, le të themi, punës për kapitalistin, sërish nuk arrin dot që të ketë të ardhat e mjaftueshme për të bler ato të mira që veti prodhon ose dhe punëtorët e tjerë i prodhojnë, është. Thuaj dikur që punëtori shndrohet në shtojës të makinerisë. Pra nuk është më makineria instrumenti në duart e punëtorit, por punëtori shtojca e makinerisë. Mirë po, do të pas parasysh diçka që në shoqëritë ose në mënyrat e prodhimit parakapitaliste, natyra ka një diktat fort, ushtron një diktat fort mbi shoqëritë, mbi njerëzit, edhe mbi marrëdhëniet midis tyre. Që të thotë, në një bujqësi para moderne, në një bujqësi ku mjetet e punës janë, ku diu, siç kanë qenë fillimet e civilizimit, ty natyra ta pamundson të punosh në dimër. Pra, ti mund të jesh skllav i dikujt, mund të jesh bujkrob i dikujt, por nuk të rre dot njeri për të shkuar punë në dimër sepse nuk prodhon gjë toka në dimër. Do dimërosh, do rrish praktikisht. Ose do punosh në përputhje me, ku diun, ciklet e natyrës, kur lind dielli, kur bie dielli, kur është koha për të mbjell, për të korrë e gjëra të tilla. Çfarë ndodh në një ekonomi moderne? Natyra nënshtrohet. Ti nuk ke nevojë për, si thua, për të respektuar diktatin e natyrës. Qoftë për duke ndërtuar një serë, ti mund të prodhosh produkte bujqësore edhe jashtëstine. Që thotë, ekziston mundësia ta shfrytëzosh punëtorin në punë edhe jashtëstine. Përmes arritjeve teknologjike dhe përmes asaj që quhet organizimi shkencor i procesit punës, me që çdo punëtori ti i jep, sipas versionit të Friedrich Taylorit, i jep një detyrë specifike të lidhur në rrjet me të tjerë punëtor dhe ke edhe një kontrollor te koka që me kronometër në dorë të mat si punon, sa punon, a prodhove sa duhet. Dhe në këtë sens
puna bëhet më e ngjeshur, mund të bëhet edhe më e gjatë në orë, po mund bëhet njëkohësisht edhe më e ngjeshur, kuptimin e veprimtarive, dhe kësaj pavarësisht arritjeve teknologjike të mëdha, pavarësisht edhe prodhimit të shumë të mirave materiale, punëtori gjithmonë ndihet i varfër. Përveç se ka më pak kohë, është më i lodhur, më i shfrytzuar, ndihet edhe më i varfër, dhe sidomos ndihet i varfër atëherë kur ekonomia e një vendi nuk prodhon më thjesht për nevojat e veta kombëtare, por prodhon për një treg global. Një nga potencialet më të mëdha ekonomike të punëtorëve është se përveç se janë punëtorë, shoqëritë e tyre janë dhe konsumatorë. Kështu që hera herës sistemi ekonomik përballet me këtë problem. Po prodhojmë shumë, po s'ka kush na i blen. Atëherë që kjo është ndërhyrja e keynesianizmit. Duhet ndërhyrja e shtetit, investimet publike, po edhe konsumi privat të shtohet, pa të rriten rrogat e njerëzve në mënyrë që të blihet ajo çfarë prodhohet. Por në një ekonomi globale ti mund të prodhosh këtu dhe ta shesësh produktin në një vend tjetër të botës. Në këtë kuptim, punëtori aty ku punon nuk është dhe konsumator. Është si puna e punëtorëve të fasonerisë në Shqipëri. Këpucët që ato prodhojnë janë të papërballueshme. Ato marrin rrogë mujore aq sa bën një palë këpucë. Pra në ekonomi shqiptare, punëtorët e fasonerisë nuk janë dhe konsumatorët produkteve të industrisë tekstile. Siç mund të kenë qenë për shembull në Perëndim përpara 60 apo 70 vjetësh. Janë thjesht prodhuese dhe punëtori shihet vetëm si kosto. Pra shihet si sa e ke rrogën. Dhe jo edhe si fuqi blerëse. Në fazën e kapitalizmit fordista, quajmë, që suhet se kemi pasur kurrë në periferik si Shqipëria, punëtori është parë edhe si konsumator. Kupton? Që thotë është e nevojshme që punëtori të ketë rrogë të mirë, të paktën të blej. Mund të lodhet shumë, por të paktën duhet blej. Ky raport midis punës dhe fuqisë blerëse në ekonomitë e sotme është zgjidhur, nuk është më një raport organik, është shkputur. Patjetër, se është edhe fragmentuar procesi i punës. Domethënë në atë zinxhirin e punës Fordist, le të themi, i gjithë procesi i punës mbaronte në fabrikat e Fordit në Amerikë. E përrjedhoi, le të themi, edhe produkti ishte aty. Dhe ishte produkt që le të themi u drejtoi vetë punëtorëve. Ndërkohë sot punëtorët shqiptar vetëm bëjnë qepjen. Le të themi bëjnë edhe procesin më të thjeshtë që ekziston me që morëm të shembull e fasonerive. Domethënë bërja qepja e një rrobe është procesi më i thjeshtë dhe më faza e fundit. Faza e fundit më pak e kushtueshme, le të themi, përrjedhoi sigurisht dhe punëtori më pas nuk do ketë pastaj as të ardhurat, kuptohet, por as sikur të mbarojë gjithë procesi këtu. Bie fjala sigurisht do ishte pak më ndryshe sepse edhe produktiviteti i punës do ishte më i lartë, edhe punëtori do ishte më i përgatitur, më i aftë për ta bërë gjithë procesin e punës dhe paga përrjedhoj do ishte edhe më lartë. Sepse ti do i shtoje një vlerë më të madhe produktit. Ndërkohë nëse ti i shton thjesht një qepje, patjetër që edhe të ardhur pastaj që punëtorët kanë janë të pamjaftueshme. Prandaj duhet luftuar shumë për rritjen e produktivitetin, për arsimin, për rritjen e aftësive të punëtorëve në mënyrë që të themi të bëhesh në thonjze interesant për kapitalistët e huaj, në mënyrë që të le të themi të kenë punëtorët të kenë më shumë të ardhura, se përndryshe nëse jemi kjo hallka e fundit e procesit e zinxhirit të prodhimit, sigurisht do jemi pastaj edhe më pak të ardhura, më pak konsum, ajo që përmendet ti më pas. Edhe gjithë zinxhiri, le të themi, gjithë procesi ngec diku. Është interesant fakti se si kapitalizmi në kulmin e vet, në fazën e kapitalizmit industrial, ka shënjuar edhe pikun e shoqërizimit të procesit punës. Do të thënë, ekonomitë e antikitetit, e mesjetës, në antikitet vërtet kishte sklever, por një pjesë e madhe e skleverëve nuk kanë qenë punë prodhuese. Kanë qenë shërbëtorë shtëpish. Dhe vetëm ata të minjerave zakonisht ishin një grup i madh që punonin në të vend. Edhe në ekonomitë feudale, procesi prodhimit kryej nga familja e bujkrobit. Thjesht zotëria vinte një herë në muaj dhe merrte haracin që mendonte që i takonte.
Kapitalizmi, nga që të kërkon ka për motiv fitimin dhe do të arrisë produktivitetin e punës, bëri të mundur jo vetëm përparimin teknologjik, por edhe masifikimin e punëtorëve brenda një fabrike, madje edhe afrimin e fabrikave me njëra tjetrën, në mënyrë që të kemi edhe qytetet e mëdha industriale. Përpara kapitalizmit, qytetet e mëdha kanë qenë vetëm qendrat e perandorive, ku nuk është se prodhoi gjë, është thjesht qendra konsumi apo shërbime është thjeshta, por nuk kanë pas dimension të rëndësishëm ekonomik. As Roma, as derivon ku Konstantinopoja, Stambolli, nuk është se kanë pas një dimension ekonomik. Me përparimin e kapitalizmit, arritjen e fazës kapitalizmit industrial, qytetet bëhen qytetet të mëdha dhe qytetet produktive. Pra shumë punëtor, shumë fabrika, pastaj bashkë me fabrikat vijnë dhe shërbimet. Diku aty ku ka një fabrik do ketë dhe një pub, do ketë dikush që do bëjë një shërbim të argëtimit. Dhe kjo vazhdon të jetë kështu, kam përshtypjen deri nga vitet 60 të shekullit kaluar, 60-70 të shekullit kaluar. Në kulmin e asaj që quhet ekonomia fordiste. Mirë po, duke i bashkuar kaq shumë punëtor, një në të njëjtin vend pune, dy në qytete të mëdha punëtore, në një farë kuptimi kapitali u jep fuqi punëtorëve. Sepse ata janë shumë, e shohin njëri tjetrin në sy dhe thonë, ne mund të shtrojmë kërkesa. Po s'na i plotësuat kërkesa për kushte më të sigurta pune, për pagë më të lartë, për të orë më të reduktuara të punës, ne bëjmë një gjë shumë të thjeshtë. Heqim prizën. Pra nuk vim punë. Punëtorët janë e para klasë që mund të kërcënojë duke mos bërë asgjë. Çdo klasë në renditur të shkuarës, o do bënte kryengritje o nuk ishte nga të shkonte. Pra vetëm mënyrë për të avancuar kërkesat e vete është berin hanxhara, ku diun çfarë, sopata dhe dilin të kërcënonin zotërinë. Punëtorët janë e para klasë, që sigurisht ata tentojnë her pas here revolucione, po tentojnë shumë më shpesh diçka tjetër. Kolektivisht zgjedhin mos bëjnë asgjë. Pra të bëjnë grevë, të hidhen grevë. Dhe greva tregon sa të rëndësishëm janë punëtorët. Pra thjesht duke refuzuar kolektivisht të futen në vendin e punës, e vendosin palën tjetër në pozitën që thotë çfarë doni vëllezër se çdo ditë grevë është një humbje e pallogaritshme e fitimit. Kështu që paradoksalisht kapitalizmi deri në fazën e vet industriale i ka fuqizuar punëtorët sepse i ka masifikuar në të njëjtin vend dhe kur je shumë që sheh njëri tjetrin thua ore po. Hajde dalim për një grevë, hajde bëjmë një peticion, nisim nga gjëra të thjeshta. Hajde ankohemi, hajde bëjmë një protestë aty për atyshme. Dhe ka pas lexuar para disa viteve Toni Negri, politologu edhe veprimtari politik italian, përfshirë edhe në të majtë radikale italiane, i cili ka një interpretim politik transformimit kapitalizmit nga fordizmi në post-fordizëm. Ai thotë që arsyeja kryesore në fakt nuk është ekonomike, pra nuk është thjesht për të rritur fitimet. Që thotë kapitalizmi global, fragmentimi i procesit punës, deindustrializimi e gjitha këto. Arsyeja kryesore thotë Negri është politike. Sepse punëtorët në vendet kryesore të perëndimore, vitet 60-70 shekullit kaluar, kanë arritur kulmin e fuqisë tyre, sigurisht brenda sistemit kapitalist. Duke kërkuar më shumë drejta, duke arritur një pjesë të këtyre drejtave. Orë të kufizuara pune, madje ka qenë një statut dhe i laboratorit italian, dhe njohësh më mirë, në vitet 70 që u miratuaj që punëtorët u jepte drejtën që gjatë orarit punës të bëjnë aktivitete kulturore dhe për ato aktivitete kulturore quheshin brenda orës punës, pa të paguheshin. Pra ke punën tetor, ku diu 4 orë në javë, ke të drejtën të kryesh aktivitete politike ose kulturore brenda fabrikës, dhe ato të llogaritin si orë pune. Për treguar sa fuqi ka pas punëtoria në ato kushte. Jo çfarë ndodh? Hapen kufijt, kapitali dhe forca punëtore qarkullojnë gjithnjë më shpejt dhe lirisht globalisht, procesi punës fragmentohet. Një pjesë e procesit bëhet në qendër, sidomos aty ku duhet një forcë punëtore e kualifikuar, që se futet inteligjenca më shumë, futet kreativiteti dhe pjesët e tjera degdisen nëpër periferi. Dhe këtu gjë e parë që ndodh është fragmentimi i forcës punëtore. Një forcë punëtore fragmentuar, të thotë me më pak pushtet, me më pak fuqi në vend e punës në shoqërinë e vet. Dhe jemi pastaj përpara trajtave, mbajmë ti ke pas trajtuar në një prezantim përpara trajtave treja të punës, në atë që quhet prekariat për shembull. Të punëtorëve që nuk janë punëtor stabil, që nuk punojnë 8 orë në ditë, 9 orë në ditë, 10 orë në ditë, punojnë me hope, punojnë një ditë po, 2 ditë jo, një ditë 10 orë, 2 ditë hiç fare, nuk kanë një punëdhënës stabil.
Le ta trajtojmë çik këtë fenomenin për shembull të prekariatit. Se e shohim edhe në Shqipëri, po e shohim gjithnjë më shumë. Shohim kudo. Atëherë, për sa i përket prekariatit si një lloj figure, le të themi, sa e re, por jo aq e re, sepse edhe për gjatë historisë ka pas vazhdimisht, le të themi, një figurë tillë që le të themi është e pa sigurt brenda punës. Prekariat vetë si term në kupton një lloj pasigurie në gjitha në shumë forma. Dhe puna në kapitalizëm është gjithmonë e pasigurt. Kuptimin le pastaj në vende si joni ku pasigurisë le të themi në punë i shtohen dhe pasiguri tjera ligjore, institucionale me radhë që bëhet shumë më herë më vështirë. Por që sigurisht vitet e fundit edhe nga analiza që bëret transformimit le të themi të strukturës kapitalizmit, puna pasigurt është bërë le të themi elementi dallues i formës neoliberale që ka marrë kapitalizmi. Kështu që kemi këtë figurën e re që pikërisht përkon me këtë strukturën e re të kapitalizmit që bazohet më shumë tek le të themi tek qëllimi i tij ka qenë shtimi i fitimit përmes shtimit të fitimit të individit. Ka qenë le të themi premtimi i madh që sillte neoliberalizmi që duke u tërhequr nga shoqëria nga kapitalizmi reformuar ku shteti ndërhyn në treg e më radhë ka një lloj balance mes këtyre dy strukturave, duke u tërhequr nga kjo lloj ekonomie, nga kjo lloj politike, le të themi, individi do jetë më i lirë, do fitojë më shumë dhe do jetë, le të themi, do ketë një lloj të ardhme më të ndritur. Praktikisht ky ishte premtimi i neoliberalizmit. Mirë, po ajo që ndodhi më pas e kemi vënë re që kjo sigurisht ka prodhuar më shumë pasiguri. Kuptimin ky individi që duhet t'ja dalë me gjitha forcat e veta, duhet t'ja dalë vetë në jetë, duhet të edukohet vetë, duhet të marrë informacionin për mbi çdo gjë vetë, duhet ta gjej punën vetë, duhet le të themi praktikisht duhet ta bëjë gjithçka, por sigurisht i izoluar, sepse kjo le të themi do ishte më e dobishme për të se sa ka qenë më përpara. Mirë po, ajo që po vëmë re tani është që sigurisht puna vazhdon të jetë le të themi punë shoqërore. Nuk ka të rralla janë punët që janë le të themi individuale. Shumica punëve, pjesa më e madhe janë punë që do t'i bësh edhe me të tjerët, do të ndërveprosh dhe tani sigurisht kanë kuptuar këtë le të themi gënjeshtrën e madhe të neoliberalizmit që po mundove, po përpjekje si individualisht, si individ, do ja dalësh në jetë, do fitosh më shumë, do jesh më i suksesshëm e me radhë, po ndoqë le të themi këto parimet të tregut që ndiq fitimin e me radhë. Tani sigurisht ka filluar që le të themi ta kuptojnë që këtu ka diçka që shkon dhe duhet rikthyer le të themi aty reformave më tradicionale që do të thotë për të patur të ardhra më të mira, për të patur një punë më të mirë, duhet të organizohesh me të tjerët, do të kesh më shumë garanci nga shteti, nga institucionet. Sado individi zoti ti jesh, le të themi momentin që ti nuk ke një shtet të aftë që ka institucione të konsoliduara që respektohet ligji, respektohet kodi i punës, sado i aftë ti jesh si individ sërish do i kesh të shkelura të drejtat. Sepse tregu si përmarrje është gjithmonë më e fuqishme se sa individi. Dhe këtë sigurisht punëtorët dal nga dalë por përpiqen ta kuptojnë, por sigurisht nga kundër tyre kanë një strukturë të tërë, le të themi që i josh, i devijon, ju tregon rrugën e gabuar, por që sigurisht figura prekariatit, le të themi është figurë le të themi dalluese e shoqërive tonë. Ne shikojmë le të themi kudo, punëtor call centri, punëtor që punojnë nëpër shërbime, që bëjnë punë le të themi tërësisht pasigurta. Ne e dimë që dy sektorë le të themi ku ka më shumë punë, ka më shumë informalitet, ka më shumë le të themi punë të pasigurt janë tregtia, janë shërbimet, ku le të themi ku ti nuk je pa kontrata pune,
sigurisht tregu i Shqipërisë pastaj ka karakteristikat e veta, por që është vërtet figurë dalluese kjo prekariati. Shiko, modeli punës në një ekonomi fordiste apo në kapitalizëm industrial është ai një punëtor i fabrike që punon bashkë me qindra të tjerë në të njëjtin vend, ka një kontratë afatgjatë pune, që aty puna është e pasigurt në kuptimin që pronari mund të të heqë nga puna. Po, hiq këtë rast, punëtori gjithsesi ka një lloj sigurie që në rast se u bindet rregullave, në rast se mban mesatarisht ritmin e punës, do të ketë punë dhe nesër, se do shkojnë në të njëjtin vend pune, me të njëjtin shok pune, me të njëjtin përgjegjës e kështu me radhë. Prekariati është një trajtje e re e klasës punëtore, që bazohet tek puna me kohë të pjesshme, që mund të jetë punë sezonale, si për shembull punëtorët e turizmit, 3-4 muaj në vit, pastaj ti duhet ndrosh punë, tek puna jo thjesht me kohë të pjesshme sezonale, po te puna e zhvazhdueshme, te puna me ditë, te puna që sot e ke, nesër nuk e ke. Te puna në të cilën humbet dallimi të paktën formal midis punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Ai që ti e punë nuk konsiderohet më pronari yt, punëdhënësi yt, po konsiderohet një lloj, ku diun, partneri në biznes. Paktën po të shikosh këta motoristët e Voltit apo të kompanive tjera të deliveryt, këta u thonë punëtorëve që ju nuk jeni punëtorë tan. Ju praktikisht jeni të vetë punësuar. Ne kemi një kontratë me ju, kontratë shërbimi, ju do paguheni me përqindje. Dhe kësaj punëtori nuk ka të siguruar as atë që në kapitalizmin industrial e ka siguruar. Sigurimin shoqëror, sigurimin shëndetësor. Punëtorit në kushtet e prekariatit, punëtorëve të Voltit, motoristëve kështu me radhë, duhet ta sigurojnë vetveten. Kompania për cilën ata punojnë mund të jetë kompani miliardere, kompani globale miliardere, por që nuk pranon që ata janë punëtorë të tij. Që do thotë, nuk, pavarësisht se ka drejta mbi ta, mund t'ju fik aplikacionin dhe t'i përjashtoj nga puna, nuk ka detyrime ndaj tyre, siç ka për shembull në kapitalizmin industrial. Praktikisht, punëtori është në mëshirë të fatit. Po e humbi atë punë, pala tjetër nuk ka asnjë përgjegjësi. Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore duhet i paguajë të gjitha vet, jo gjysmë për gjysmë, siç ndodh në marrëdhëniet e mirëfillta kapitaliste të punës. Shpeshherë punëtorët me punë të pjesshme janë të pa siguruar fare. Edhe nëse punojnë për dikë tjetër, kur ti e di që do punosh 1 muaj apo 2 muaj, kur ti e di që do punosh 3 ditë sot e 3 ditë mbas 1 muaji, thua edhe s'ka kuptim të bëjë kontratë pune. Dhe të gjitha këto janë kosto në jetën e përditshme të punëtorit sot dhe mbi të gjitha kur punëtori i tillë do shkojë në pension. Ne ende sot që flasim në Shqipëri kemi gati gjysmën e forcës punëtore të pasiguruar. Gjysma e njerëzve punojnë në të zezë. Ose janë vetë punësuar që janë detyruar të punojnë në të zezë. Që as sipërmarrësit kur i marrin punë, as shteti nuk mban asnjë lloj përgjegjësie për ta. Janë në të zezë komplet. Që thotë janë trupa njerëzish që pas disa vitesh do të jenë në moshë pensioni dhe do detyrohen të punojnë deri ditën e fundit të jetës tyre, derisa të vdesin punë. Ose po patën fat, do i mbajnë kalamajt. Por nuk mund të bëjnë asgjë më shumë. Dhe kjo punë, me sa shohun, po bëhet gjithnjë më dominuese. Edhe në Shqipëri, po të shohim statistikat, numri atyre që konsiderohet vetë punësuar e kështu me radhë është goxha i lartë. Që unë tani do doja të flisim çik për punën në Shqipëri. Llojet e punës në Shqipëri, kushtet e punës në Shqipëri, të drejtat e respektuara e të shkelura të punëtorëve në Shqipëri. Cilat janë karakteristikat e trajtimit punëtorëve në vendin tonë? Kohët e fundit kam menduar shumë për një koncept që besoj edhe ti e njeh, le të themi, faktin që në kapitalizëm sipërmarrësi, pronari, le të themi, e kontrakton punëtorin për fuqinë e tij punëtori, jo për punën që ai bën. Që do thotë jo për produktin dhe për një akt, le të themi, që e nxjerr një produkt në fund. Por e le të hapur mundësinë që ta shfrytëzoj atë fuqinë punëtore në mënyrë të pa kufishme, mund të themi. Kështu që një nga problemet që le të themi ne kemi si shoqëri, është pikërisht kjo, fakti që ti je në mëshirën e vullnetit të pronarit. Kurdo, ti nuk bën kontratë pune, që do të thotë ti nuk di as procesin e punës që duhet bësh, nuk di as orarin se sa do të rish në punë, sepse po s'patë kontratë nuk ke nga di, nuk di as pozicionin e punës. Kështu që ajo analiza që i bënin dikur që
duke përkufizuar punën kapitalizëm si një lloj procesi ku kapitalisti e kontrakton dikë për fuqinë e tij punëtor, në Shqipëri merr kuptim plot, që do thotë ti nuk je punëtor, po je thjesht një mall që mund të shfrytëzohesh, le të themi, pafundësisht. Dhe kjo në Shqipëri është, le të themi, një nga plagët më të mëdha që le të themi shpije më pas dhe tek ajo që ne themi që këtu orari i punës është jashtëzakonisht i lartë. Kemi punëtorë që punojnë më shumë se kudo tjetër në Europë, mbi 43 orë në javë. Ka sektor më pas që kjo shkon edhe më shumë, siç është tregtia dhe ndërtimi, ku mund të kalohet dhe 49 orë. Po. Edhe nga intervistat që kemi bërë dhe nga kontaktet me punëtorë. Kështu që problemi i madh është pikërisht ky, që punëtori në raport me pronarin, me sipërmarrësin, le ta quajmë si duam, është tërësisht i pambrojtur. Është i pambrojtur si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe në aspektin politik institucional, nuk ka kontrata, një pjesë e mirë e tyre nuk paguhen as sigurimet shoqërore, dhe këta e marrin vesh pasi të largohen nga puna, sepse nuk kanë mundësinë ta dinë më përpara. Dhe pastaj gjitha ato mangësitë e tjera që ne i dim, por që po të lexosh një kontratë pune në Shqipëri, më ka rënë rasti para ca vitesh lexoja një kontratë pune të grave të fasonerisë në Bilisht, ku i kemi ndihmuar që të organizoheshin dhe themeluam me sindikate, me radhë, bëm dhe një kontratë kolektive. Po të lexoje kontratën e punës, ishte një faqe dhe ishte, ku di unë, ishte si në një rend sklavopronar, domethënë, nuk duhet punoje edhe ditë e festave, nuk shkruhej kun që sa do paguhesh për ato ditë festash, nuk shkruhej kun as orari, nuk shkruhej kun as pozicioni i punës, ishin vetëm palët, unë jam filani dhe ky punëtori që kishte një emër dhe kaq, dhe firma në fund. Pra, të drejtat të gjitha në njërin krah, detyrimet të gjitha në krahun tjetër, por nuk ka diçka reciproke aty. Është interesant fakti që sa herë kanë folur me punëtorë dhe i kanë pyetur për kontratat e punës, kanë marrë 2 përgjigje vetëm. Jo, s'kemi, ose po unë nuk e kam parë kurrë. Pra, kanë firmosur një letër, por nuk më ka dhënë kush një kopje të kontratës punës në vendin ku punoj. Tani duhet të kujtoj gjithë ata që na dëgjojnë që është detyrim ligjor që punëtori të pajiset me një kopje të kontratës punës. Është si pasaporta kontrata e punës. Në bazë saj, ti mund të kërkosh të drejtat e tua përpara institucioneve publike apo në gjykata. Punëtorët ose nuk kanë fare kontratë pune, pra shfrytëzohen në të zezë kuptim më brutal të fjalës, ose edhe nëse nënshkruajnë kontratë, kjo vlen thjesht për dokumentacionin që sipërmarrësi do duhet dorëzoj në institucione shtetërore. Por nuk i sigurohet punëtorit një kopje kontratës. Dhe nuk besoj që arsyeja pse nuk i sigurohet punëtorit një kopje kontratës është se kursejnë bojën e printerit për printuar një faqe kontratë pune. Po sepse nuk duan t'i lënë punëtorit minimumin e hapësirës për ta kontestuar, për ta kundërshtuar ligjërisht mënyrën se si trajtohet. Si shteti në fasorinë e Bilishtit. I është kontratë pune, do punosh ditë e festave, ndërkohë që kodi i punës e ndalon punën ditë e festave ose thotë në rast se për arsye nevojat prodhimit punëtori do duhet punoj ditë e festave, duhet që të mbipaguhet për ato orë pune. Dhe orët maksimale të punës në javë dhe orët maksimale të punës në muaj nuk mund të shkelen. Dakor? Pra, pavarësisht se normal mund të ketë nevoja, bie fjalë nuk mund të punosh më shumë se 60 orë në javë. Ndërkohë që statistika shtetit, domethënë në të punës formale në Shqipëri, të orëve të punës janë ndër më të lartat në Evropë. Ne kemi një kryeministër që thotë punëtori mesatar shqiptar është dembel. Dhe statistikat e shtetit shqiptar thonë që punëtori shqiptar në sektorët privat të ekonomisë punon mesatarisht në javë nga 43 deri në 49 orë punë në javë, pra praktikisht punon edhe të shtunën. Të gjithë sektorin privat punojnë edhe të shtunën. Ndoshta hiq bankat apo sa kompani shumë mëdha, në të gjithë sektorët e tjerë, të prodhimit apo të shërbimeve punohet edhe të shtunën. Në një pjesë prej tyre punohet edhe dielën. Kur punohet shtunën dhe dielën, punëtorëve nuk u sigurohet mbi pagesa, pra 125% i orës së punës. Dhe dyshimi im është që oraret e punës janë akoma dhe më të gjata,
Sepse ai 43 orë deri në 49 orë që po themi ne, kjo është ajo që regjistrohet formalisht, puna reale pastaj. Është shumë e madhe se kaq. Dhe paradoksalisht ne kemi një kryeministër që në jetën e vet unë s'di të ketë punuar një ditë. Nuk ka punuar një ditë, ka qenë bohem në pjesën e parë të jetës, e në pjesën e dytë të jetës ka qenë pushtetar. Në asnjë nga këto raste nuk futet në punën produktive, siç e thamë ne. Pra lui ka thënë njëherë tu gjatë jeta punës, dhe ky njeri përçmon punëtorët e vendit të tij duke u thënë që ju jeni dembel. Ku statistikat e vendit të tij, e Instatit të thonë që në Shqipëri ata që punojnë shumë. Punojnë shumë. Dhe ne e shohim. E shohim, i takojmë punëtorët për ditë në rrugë, sa të lodhur janë, sa të drobitur janë, i takojmë në orën 6 bazdite. Ishim sot tek pjaca në orën 5:30-6 bazdite, takuam një ndër të tjerë, takuam një punëtor në ndërtimi, sa po vjen nga puna. E ka nisur në 7 mëngjesit, edhe vjen nga puna në 5:30-6 të mbasdites. Janë edhe se përmende orët e jashtëzakonisht larta të punës, që pastaj nuk përkthehen pastaj në të ardhra mjaftueshme, nuk përkthehen në pagë të dinjitetshme. Jo vetëm pagë dinjitetshme, po një pagë që nuk garanton as minimumin e nevojave, le të themi, të punëtorëve. Për ne punëtorët e ndërtimit ne kemi folur vazhdimisht me ta, kemi bërë dhe një studim që besoj shumë shpejt do dalë, do publikohet. Dhe pikërisht një nga sektorët, le të themi, që sjell më shumë të ardhura për ekonominë tonë, që le të themi merr pjesë në një sasi më të madhe në rritjen e GDP-s të Shqipërisë. Ka edhe të ardhurat, le të themi të ulta, ka dhe paga të ulta për punëtorët, përveç se nuk ndihmon në punësimin aq sa do duhej. Ndërtimi është nga sektorët që kontribon më shumë në të ardhurat e vendit, por punson pak punëtor dhe të keq paguar, le të themi. Dhe siç e dim, le të themi, norma fitimit në ndërtim është jashtëzakonisht e lartë krahasuar me sektorët e tjerë. Por pastaj këto orare të larta pune kanë edhe pasoja të tjera që ne i dim, kanë pasoja të shëndetit punëtorët, kanë pasoja tek kushtet e punës, tek aksidentet, tek vdekjet në punë. Nuk është rastësore që në ndërtim, le të themi, ka numrin më të lartë të vdekjeve në punë. Vitin që kaloi, puna në ndërtim përbënte 30% të vdekjeve në punë. Dhe pjesa tjetër shpërndahej në gjithë sektorët e tjerë. Ndërkohë këtë vit që numri i vdekjeve është jashtëzakonisht i lartë, shkon në 48 këtë vit, që është diku të mbi 30% më lartë se sa 48 vitin 2026 apo 2025 një mbaroj. 2025. Po. Shkon në 48 dhe është 35% më lartë se sa vitin që shkoi. Dhe përqindjen më të lartë sërish e kanë punëtorët e ndërtimit. Dhe inspektorati dhe shteti e dinë që ndërtimi është sektori më me rrezik për jetën e punëtorëve, edhe e shkruajnë në raportet e tyre, dhe kur vjen puna pastaj për të bërë inspektime, për të kontrolluar, le të themi, këto kantiere, nuk bëjnë asgjë. Dhe gjëja më absurde që mund të lexosh në një raport të Inspektoratit Punës është që ne kur shkojmë tek kompanitë e ndërtimit, tek këto kantiere, ne i këshillojmë ata. Nuk po përpiqemi t'i këshillojmë, t'i mësojmë se si të sillen, ndërkohë që ti e ke parasyve realitetin, e ke parasyve, le të themi, vdekjen punë, aksidentet e larta, dhe nuk mund të lejosh vetes që të merresh me këshillime kur e ke realitetin parasyve. Këshillimet mund t'i bëj Suedia, mund t'i bëj Norvegjia, inspektoratit atje, që shkojnë dhe ka ndonjë problem që shkon dhe shiko, po të këshilloj që të veprosh në këtë mënyrë sepse nuk është mirë. Këtu duhet vepruar me dorë të hegurt. Këtu duhet mbyllur kantieri kur ka një vdekje në punë, kur ka aksidentet përsëritura. Mbyllet kantieri, dënohet pronari dhe situata me shpresën mund të përmirësohet. Po nëse ne ndalojmë vetëm tek këshillimet, siç gjoba Tua themi shikuesve tanë, kushtet e sigurisë punë janë detyrim ligjor për çdo sipërmarrje dhe sipërmarrës. Ashtu sikur kontratat e punës dhe të gjitha nenet e tjera të kodit punës janë të detyrueshme, nuk janë fakultative. E ti këshillosh. Ti mund t'i këshillosh, ku di unë, nxënësit që mos bëjnë zhurmë në klasë.
mund të këshillosh, se di, qytetarët që të mos I hedhin bishtat cigareve në rrugë. Ktu po, se nuk shkon ligji deri te sanksioni, ose sanksioni është shumë I vështirë për tu zbatuar. Nuk vë dot një polic nga mbarapa çdo kujt që hedh cigaren në rrugë. Kur vjen fjala tek e drejta e jetës, se flasim për drejtën e jetës, kur ty të rrezikohet jeta në punë, flasim për shkeljen e drejtës së jetës. Detyrë e inspektoratit punës, institucioneve publike është ta bëjnë këtë det të zbatueshme. Dhe kushdo që e shkel këtë drejtë të marrë sanksionin që I takon me ligj që sanksion edhe penal, edhe administrativ, pra edhe burg, edhe gjob. Por këtu nuk ndodh asgjë, këtu vdesin punëtorët, thot policia shoqëruan përgjegjësin, dhe as merret vesh fare. A u dënua njëri? A bëri ndonjëri në një vit burg? Fare. A pati në një gjob marramenca, a u ndalën punimet, a ju hoq licenca, këti ndërtuesi që mund të jenë vrarë 10 punëtorë në historinë e vet. A vjen një moment që mund t'i heqësh licencën? A vjen një moment që ti thua, jo, ti nuk e ke më këtë leje ndërtimi? Nuk ka fare sanksione. Sepse janë njerëz që kontrollojnë shtetin. Sidomos ndërtuesit. Se ndërtimi është sektori ku dominojnë oligarkët. Në sektor tjerë të ekonomisë ka biznesmen. Dakor? Në ndërtim kryesisht janë oligarkët. Që thot për ta kodi I punës është formalitet. As duan t'ia din fare. Sa herë ne kemi folur me punëtorët dhe kemi thënë, "Ore, keni parë ndonjëri inspektor pune?" Të gjithë na thonë të njëjtën gjë. Vin aty, futen në zyrë me shefat, edhe dalin të buzëqeshur me I zarf me vete. Pra këtu inspektimet në punë nuk janë për të vënë drejtësi. Inspektimet në punë janë që të marrë I zarfin ky patronazhisti, që pasi ka bërë fushat për Edi Ramën, ka bler vota poshtë propriete, ka kërcënuar qytetarët, kur s'ka fushat, bën dhe në I lek duke marrë zarfin nëpër kompanitë që mund të gjejnë në shkelje. Pra, shteti nuk është shtet që vendos drejtën, shteti është I shtet që vendos haraçin. Pra, jo që dëm shpërblej viktimën, po haraç që të përfitoj bashkëfajtori. Pa bashkëfajtori në këtë rast shteti me oligarkun në kurriz të punëtorëve, të familjeve tyre dhe shoqërisë në përgjithësi. Për ta lidhur me këtë që po thua, Banka Botërore ka bërë një raport, sfuni një anketë me sipërmarrjet e, nuk e di, a ishte me sipërmarrjet e ndërtimit apo me sipërmarrjet në tërësi tani se nuk dua të gaboj, por që ajo që kishte vënë re ky raport I Bankës Botërore, që kishte bërë me sipërmarrjet këtë anketë, ishte fakti që diku te 28% e sipërmarrjeve kishin thënë që kemi patur kërkesa nga institucionet shtetërore për rrushfete. Pra jemi detyruar që të paguajmë diçka tek shteti, tek inspektori, praktikisht raporti me shtetin me këta është që I sill raport me një kriminal, me një hajdut që vjen të kërkon lek mbrapa. Ndërkohë që shteti ka për detyrë, le të themi, të mbrojë punëtorët, mbrojë interesin publik, të kujdeset për shëndetin e shoqërisë dhe jo të bërë pazare në kurriz të interesit të punëtorëve, se pastaj kur ti kërkon rrushfete dhe ke këtë raport, le të themi, të raport jo institucional, jo të bazuar në ligj, të raport paramodern, le të themi, patjetër që nuk do kesh probleme pas as vdekjen punë, as aksidentet, as më radhë. Po që është një shifër vërtet e lartë që këto e deklarojnë hapur sipërmarrjet që këtu janë të detyruar. Mbi 1/3 atyre, rreth 1/3 atyre deklarojnë që jemi detyruar të japim rrushfet tek institucionet. Pra, kemi një lloj shkërmoqje të gjithë atij, nëse kemi patur ndonjëherë, gjithë atij që mund quhet shteti ligjor ose shteti I drejtës që mbron interesin e përgjithshëm. Ka qenë një pankartë për protestat për drejtën punë her pas here ku thuhet që është bukur të jesh turist në Shqipëri, po provo të jesh punëtor në Shqipëri. Pra ne jemi vend ku turizmi lulëzon, ata që investojnë, oligarkët sidomos që investojnë në resorte turistike, grabisin natyrën, plazhet, fitojnë mënyrë stratosferike, po provo të jesh punëtor në Shqipëri. E mizja provo të jesh punëtor në sektorin e turizmit, që do punosh 14 orë në ditë, pse jo? Pa të shtunë, pa të diel, do flesh në një gjysmë barake që mezi ta sigurojnë, do hash ti mos më keq, s'do kesh kontratë pune, nuk të njëjtë asnjë ditë pushimi, mund të heqin nga puna në çdo moment, jetërsisht I pambrojtur. Ky është shteti që kanë krijuar ata që kanë pas pushtetin deri më sot në Shqipëri. Gjithsesi, një gjë që më ka bërë përshtypje shumë Alfred, është që struktura ekonomike është ende
shumë e prapambetur. Dhe do t'i referohem studimit tregut punës, që bëhet çdo vit në Shqipëri. Shifrat e fundit janë të 2024-s, mos gaboj. Është një raport që do e kesh lexuar dhe ti pa diskutim. Dhe këtu rezultojnë që në Shqipëri të punësuar ka diku tek 1.177.000. Quhen të punësuar. Nga këta, të punësuar me pag janë vetëm 46%. Pra vetëm 46% të punësuarve janë të punësuar me pag. Pra punojnë për dikë tjetër, marrin pag. 54% që tjetër janë ose të vetë punësuar, nga profesionistë e lirë të dyqanxhiu, pra rrogën e japin vetes, nuk e jap dikujt tjetër, ose, që është akoma dhe më shqetësuese, punëtor pa pag në bizneset familjare. Këta janë edhe të pasiguruar fare pastaj. Sidomos punëtorët pa pag në bizneset familjare, mund punojnë 4 veta në një dyqan, shteti thot njëri ka detyrimin të paguajë sigurime shoqërore dhe shteti nuk jep as edhe një lloj ndihme subvencione që sigurohen të tjerë. Do mbesin aty ata gjithë pa pension për këtë lloj qeverie. Pra 54% e forcës punëtore është jashtë marrëdhënieve klasike kapitaliste të punës. Pra nuk kemi arrit akoma te faza e shfrytëzimit, se ka diçka më keq se shfrytëzimi, është një përkthim mos shfrytëzimi. Pra ti je komplet jashtë, në të rish 18 orë mbash hapur një dyqan, çesë sa gjëra edhe gjithë familja të bën 300.000 lekë nga puna e pafundme që bën në fund të muajit. Janë pa siguruar, janë pa asgjë, shteti nuk i ndihmon fare, që të paguajnë gjysma e siguracionit paktën. Gjysma unë, gjysma ti. Edhe siguroheni të gjithë ju që kontriboni këtë dyqan, as do t'ja di fare. Dhe e bukura është që nga këta, sa thamë ne, 56%, jo, 46% janë në marrëdhënie punësimi, pra punojnë për dikë tjetër. Po lexoja para sa javësh në Gjermani, numri i atyre që ishin jashtë marrëdhënieve kapitaliste të punës, numri i vetë punësuarve dhe punësuarve pa pagë në biznes familjare ishte tek diku te 10-15% i forcës punëtore, i punëtorëve. Në Shqipëri 54%, më kupton? Vendi i zhvilluar, vendi ku gënjen veten, na gënjen ai sipër e thot, po arrim Gjermanin, s'kemi punë, detyrohemi të hapim një dhomë e të shesim 5 gjëra. Kjo është struktura e ekonomisë shqiptare. Dhe bukura është që nga këta, çfarë thamë ne, 46% që punojnë për tjetrin, që janë pra të punësuar me pag, quhen tamam punësuar me pag, janë 537.000 e 534 në vitin 2024. Nga këta 537.000, 200.000 punojnë për shtetin. Pra 330 janë klasë punëtore një ekonomi kapitaliste. 330, 1/4 e të punësuarve. Pra klasa punëtore e mirëfillt është 1/4 e të punësuarve, mos flasi për të papunët, pastaj se janë 100.000 të papune, të tjerë që janë jo aktiv, flas vetëm të punësuarve, 1/4 punëtorë. Shkësha prapambetje. Edhe askush nuk i vën diskutim të gjëra, si të bëhemi në një ekonomi më shëndosh, or me njerëz që punojnë në sipërmarrje moderne o burr. Në shkoj jeta duke i shitur çakiza njëri tjetrit. Më kupton? Prej atyre që përmende, prej asi 300 mishit, duhet pastaj zbret akoma, sepse edhe aty kemi një shifër shumë të lartë që punon në fasoneri. Dhe përmenden pastaj që puna në fasoneri në Shqipëri nuk është punë, është le të themi, është gati si të përpunosh lëndën e parë. Ti shtosh një vlerë shumë të pagët atij produktit. Dhe puna në fasoneri arrin një shifra goxha të lartë, në kuptimin para ca vitesh kanë qenë diku te 70.000, 80.000 të punësuar. Tani ka rënë sigurisht numri i punësuar në fasoneri, por që një pjesë e madhe e tyre janë punëtor fasonerie. Për mos përmendur pastaj që mund të jenë edhe sektor tjerë, por që fasoneria ku sigurisht është procesi i punës më i thjeshtë që ekziston. Dhe ku patjetër pastaj ka pagat ulta, kushte pune që i dim, le të themi, punëtorë që janë detyruar punojnë me lëndë kimike, me nxehtësi shumë të larta, pa erosje, me temperatura që arrin 40 sa gradë. Themi kështu që duhet ulur, po ti futesh aty 300 mishit dhe ta zbërthesh, do kuptosh që struktura ekonomike tek ne është vërtet
shumë e brisht, shumë e pa sigurt për të ardhmen, sepse vjen një moment që mund të largohen edhe ato. Le të themi ato sipërmarrje që le të themi bëjnë atë lloj pune sepse gjejnë diku tjetër një krah pune që është më i lirë. Fare mirë, mund të shkojnë diku tjetër dhe ti atë krah pune që e punson aty nuk je i gatshëm, as nuk e ke trajnuar, as nuk e ke dhënë arsim, domethënë po ti shohësh edukimin e punëtorëve shqiptar. Jo punëtorëve, po përgjithësisht forcës punëtore, se çfarë edukimi ka, një numër shumë i lartë kanë vetëm 8 vjeçare, vetëm 9 vjeçare. Pastaj një numër pak më kanë shkollë të mesme, por që prej këtyre më pas po të futesh edhe më në brëndi të shohësh, le të themi, është një indikator që këto masë net quhet, që të rinë që nuk janë as në shkollë, as në punë dhe as në trajnim, le të themi. Po çovesh tek ne shumë e lartë, diku te 22%. 22-23%. Po 23%, që është indikator le të themi i kësaj brishtësisë të klasës punëtore tonë. Njerëz që nuk marrin një trajnim, sepse sipërmarrësi nuk kujdeset që t'i jap një trajnim punëtor që t'i arris le të themi njohuri dijen teknike. Por të mos folur pastaj që as shteti nuk kontribon fare në këtë aspekt. Kështu që është më tragjike, kam përshtypjen po t'i futemi më thellë, po çohin disa element, situata bëhet më dëshpëruese. Në këto kushte me të cilat po flasim, sa e lehtë është i përgjigjesh pyetjes fatkeqe sepse ikin shqiptarët dhe punëtorët nga Shqipëria. 10% i ke gjithmonë pa punë. 10% e shqiptarëve sipas statistikave zyrtare kërkojnë punë, janë të gatshëm për punë dhe zgjejnë punë. Rama thotë janë tembel. Dakor? Vetë shteti i regjistron si të papunë. Pastaj, shumica e atyre që janë marrëdhënie pune janë ose të vetpunësuar ose punëtor pa pagë në ekonomisë shtëpiake, që thotë të ardhurat e tyre janë minimale në pjesë më të madhe të rasteve. Ata që punojnë pastaj, hiq 200.000 që punojnë në shtet, edhe ata kanë problemet e tyre, se trajtohen si bujkrobër, detyrohen shumë prej tyre të bëjnë fushat elektorale. Por të tjerët që mbeten, ai 330.000 tjetër që punojnë për pagë, ata punojnë të shtunën, të dielën, 9 orë në ditë, 10 orë në ditë, pa pikën e drejtave, pa kontrata, me rroga nga më të ultat në Evropë, pa sigurime shoqërore një pjesë prej tyre, dhe sigurisht do ikin. Sigurisht do ikin. Se fatmirësisht, mund vuajnë nga shumë gjëra, por ende s'na kanë shndruar drejt për drejt në sklevër dhe në bujkrobër. Pra nuk ka ngrit njëri kufirin që të thonë sikni dot nga Shqipëria. Dakor? Kështu që klasa punëtore shqiptare, punëtorët më aktiv, më të përgatitur, zgjedhin arratisjen, ikin. Dhe si ja bëjnë këta që e kanë shkatruar forcën punëtore në Shqipëri. I kanë dëshpëruar punëtorët, i kanë bërë punëtorët ikin. Sot ata kanë nevojë për fuqi të re punëtore. Dhe si duan ta kompensojnë punëtorinë e ikur shqiptare? Duke marrë punëtor nga vende të largëta, sidomos nga Azia, në vendet e Azisë largët. Dhe mirë që i marrin, por kushtet e punës tyre janë praktikisht forma të gjysmë skllavërisë. Quaj diku shërbëtori për borxhe, nga shekulli 18-19, ku ata që nuk paguanin dot biletën e anijes për të shkuar nga Evropa në kontinentin e ri, ai që i merrte në punë dhe i paguan ti biletë, thoshte do punoni, jeni detyruar të punoni për mua 5 vjet ose 10 vjet rresht. Edhe ai nuk i lëvizte dot, ndryshe nga punëtorët e tjerë që kanë kontratë të lirë pune dhe mund të ikin nga puna në çdo moment, këta janë praktikisht të lidhur mbas vendit punës. Dhe po të shikoni gjithë ata që punojnë në për sektorin e shërbimeve, po edhe në manufaktura, në Shqipëri dhe janë punëtorë tuaj, janë njerëz të cilët u kanë sekuestruar pasaportën, që është e palishme. Është e palishme. Sa ai që i ka marrë në punë, thotë un kam frikë se këtu ikën. Se edhe bangladeshasi që vjen në Shqipëri nuk ndërron të punojnë në Shqipëri, të marri 400.000 lekë rromë. Nuk është ajo ëndra e tij. Ai vjen në Shqipëri për të kërcyer si ne në Gjermani. Shqipëria s'po bëhet dot ëndra jon që kemi lindur e jetojmë këtu. Do bëhet ëndra e atij që vjen nga Bangladeshi. Po si e mbajnë me zor këtë duke marrë pasaportën. Do gjën ndonjërin që komenton thotë, po ne kemi dhënë, i kemi paguar bilet në avionit. Kështu ankoheqin edhe pronarët e sklevërve, shumë interesante. Pronarët e sklevërit kur liruan sklevërit në Amerikë mbas luftës civile ankoheqin, thotë ne kemi bler me lekë, thoshte kush na dëm shpërblejnë. Kërkonin dëm shpërblim për skllavërinë. Edhe këta që marrin punëtore u sekuestrojnë pasaportën, u marrin lirim praktikisht.
U marrin lirin punëtorëve tuaj, që duan t'ikin o burr, për një jetë më të mirë. Dakor? Këta tani ankohen që liria jote është investimi im, a kupton çfarë perversiteti? Pra, punëtorët shqiptar ikin nga sytë këmbët, punëtorët e huaj trajtohen si gjysmë skllëvër. Kjo është ekonomia shqiptare. Ta themi të vërtetën, se deli Edi Rama edhe bojatis ekranet. Del aty buzëqesh me biznesmen, me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, shteteve të tjera, thua ne jemi, ku diun, Singapori i Evropës. Jo, vazhdojmë të jemi nga vendet më të parapambetura në Evropë në të gjitha parametrat, nga struktura ekonomike, te niveli i pagave, te orët e punës, te mungesa e lirive dhe drejtave në punë, te pensionet e ulta, te korrupsioni, mbetemi nga vendet më të fundit në Evropë. Janë 2-3 vende si ne nëpër Evropën e madhe, edhe me ato jemi rrot për rrot. Njëherë është Bielorusia në çik më keq se ne, njëherë jemi ne çik më keq se Bielorusia. Dakor, këtu jemi. Që të jemi të qartë. Gjithsesi. Le ta mbyllim vetëm për shtuar diçka për këtë, se më kujtua tani këto imigrantët që vinë nga Bangladeshi, nga India, që punojnë në këto kushte kaq të mjerueshme, nuk bëjnë gjë tjetër veç se e përkeqësojnë me konkurrencën e tyre, veç se do përkeqësojnë në të ardhmen dhe kushtet e punës do i bëjnë akoma më keq kushtet e punës të punëtorëve tanë. Punëtorëve vendas. Sepse do jetë gjithmonë kërcënimi i dikujt që arrin të punojë edhe me kushte më të mjerueshme se ti. Dikush që nuk di as të flas, i merr edhe pasaporta. Ne kemi tentuar edhe të flasim me ta. Nuk i njihem drejtat. Kështu që ky do jetë vërtet një moment jo vetëm të ardhmen, por edhe tani shumë shpejt le të themi do përbëjnë vërtet një lloj, më thonë se nëse mund ta quajmë kërcënim, po një lloj do jenë element që do nxis përkeqësimin e drejtave edhe më shumë të punëtorëve vendas. Po se punëtorët pagës me radhë. Kur një pjesë e punëtorëve nuk gëzon as drejtat minimale ligjore, kjo ka ndikim në përkeqësimin e drejtave të gjithë tjerëve. Dakor? Se qofse punëtori nga Azia e ka pasaportën me vete, ai nuk vazhdon të punojë gjatë për 300.000 lekë burr, thotë, po iki, ja rrit ndejta 2 muaj në Shqipëri, 3 muaj. Po të shkojmë se bota e madhe ka kushte më të mira pune. Dakor? Pra, nuk është i huaj që na e përkeqëson punën, por është mungesa e drejtave minimale të kujdoj që përkeqëson pastaj të drejtat për të gjithë. Dhe unë shpresoj shumë që në Shqipëri mos lindin kështu forcat aty që ekstremi djathtë apo populizmi djathtë që do i vendos fukarenjt luftë me njëri tjetrin. Pa do vendos vendasit me emigrantët. Njëri merr 500.000 lekë, tjetri merr 350.000 lekë dhe ata i vën gishin njëri tjetrit si armiku. Ndërkohë që mbrapa tyre miliarderët shtojnë miliardat, politikanët e korruptuar shtojnë miliardat. Pra duhet një alternativë e drejtave në punë, dhe nëse Shqipëria bëhet vend që respekton drejtat në punë, të ketë zhvillim qëndrueshëm ekonomik, shqiptarët do ikin, edhe të tjerët do kenë nevojë të zëvendësojnë punëtorët shqiptar në ekonominë shqiptare. Gjithsesi, e mbyllim me një çik pozitivitet organizimin punë. Punëtorët janë një klasë që kanë potencial shumë të madh organizimi, edhe në jetën ekonomike, po mund ndikojnë edhe në demokratizimin e institucioneve të vendit. Sot Shqipëri kemi shumë pak organizim punëtorësh. Po si mund të kontribojmë edhe ne, lëvizjen pas, po edhe kushdo që na dëgjon që është interesuar për drejtat në punë. Si mund të ndihmojë që punëtorët të organizohen më mirë edhe të kenë më shumë fuqi. Duhet të kesh fuqi në vend e punës, duhet të kesh fuqi në shoqëri. Të drejtat pa fuqi nuk ekzistojnë. Çfarë që tek programi i lëvizjes bashkë, themi ne kemi evidentuar qartë që në Shqipëri jo vetëm duhet të organizohemi sindikalisht në vendin e punës, por duhet edhe shteti të bëjë pjesën e vet, si le të themi si organizim shtetëror. Ne kemi për qëllim që në momentin që do kemi mundësi, duhet dhe do shtym, pavarësisht se nuk kemi pushtet, do shtym që të kemi një ministri pune që e ve punëtorin në qendër të jetës ekonomike.
nuk vetë sipërmarrjen siç ka bërë Edi Rama këto vite që ka qenë pushtet, që sapo erdhi në pushtet themeloi një ministri për sipërmarrjen, për biznesin. Por ne është shumë i rëndësishëm punëtori dhe kemi në qendër të programit ton politik. Dhe prandaj në momentin që do kemi mundësinë, le të themi, për të qeverisur vendin ose për të dhënë propozime edhe në parlament, do shtym që të themelot një ministri pune që ta vë punëtorin në qendër të jetës ekonomike, të ndihmojmë të nxisim organizimin sindikal përmes edukimit punëtorëve, përmes formave që le të themi e kemi më përmes forma të përshtatshme, nxisim t'ju largojmë frikën, t'ju japim shpresën që në këtë vend le të themi dhe në vendin e punës mund të bëhet diçka, dhe në momentin që ti organizosh vendin e punës mund të fitosh shpresa pastaj edhe për të bërë transformime të tjera shoqërore. Se problemi i madh i humbjes shpresës është pikërisht sepse punëtori që në vendin e punës e humbet shpresën, që në vendin që aty ku nuk paguhet mirë, i shkelet dinjiteti, punon me orë zgjatura, si paguhen sigurinë shoqërore, që në vendin e punës fillon shkelja e dinjitetit të tij dhe humbja shpresës. Ne duam që punëtori ta fitojë këtë dinjitet brenda vendit punës, të fitojë le të themi të drejtën që i mungojnë, liritë që i mungojnë, dhe që aty më pas vinë vetvetiu dhe drejtat dhe liritë e tjera dhe shpresa për ta bërë një vend më të mirë, për patur, le të themi, një qeverisje më të drejtë e me radhë. Lëvizja Bashkë, përveç se ndërhyrjeve institucionale, ne përpiqemi vazhdimisht që ti ndihmojmë punëtorët në organizim sindikal. Ne shpesh nga faqja jonë, le të themi tregojmë ku ka organizime punëtorësh, i ndihmojmë, i ftojmë vazhdimisht që të na kontaktojnë ku ka organizime, sepse ne jemi të gatshëm që të shkojmë aty të ndihmojmë organizimin, po edhe në forma të tjera, aspektin ligjor dhe organizimit, kështu që për ne është shumë e rëndësishme kjo gjë. A mbyllim me një thirrje? Nesër është 1 maj. Në orën 18 te sheshi Partizani Panjor, Lëvizja Bashkë thret gjithë punëtorët, na bashkohen që të ngrejmë zërin për drejtat në punë. Na bashkohen punëtorët e industrisë, punëtorët e bujqësisë, punëtorët e shërbimeve, e tregtisë, e turizmit, dhe vetë punësuarit, punëtorët pa pagë bizneset familjare. Po pse jo, edhe sipërmarrësit e vegjël, pensionistët, të rinjt, të papunët, të gjithë ata që duan të jetojnë në mënyrë të ndershme me punën e tyre ose nëpërmjet iniciativës tyre krijuese. Është shumë e rëndësishme të organizohemi dhe të krijojmë kundërpeshën, fuqinë që na duhet për të fituar të drejta që popujt e tjerë i kanë, shoqëritë e tjera i kanë, dhe ne sot ende i ëndërrojmë, jemi ende në fazën e ëndrrës. Në qoftë se bashkohemi, në qoftë se organizohemi në vendin e punës, aty ku banojmë, në qoftë se organizohemi politikisht rreth lëvizjes bashkë, do të jemi të gjithë më të fuqishëm. Dhe duke qenë të gjithë më të fuqishëm, të drejtat nga abstrakte, nga në letër, të bëhen të drejta substanciale. Të drejtat që i gëzojmë me kushtetut, që janë praktikisht në letër. Të drejtat që i gëzojmë në kodrin e punës, që janë praktikisht në letër. Do të mund të bëhen të drejta reale. Vetëm fuqia që vjen si rezultat i bashkëveprimit, i organizimit, vetëm fuqia kolektive i bën të drejtat realitet. Të vetëm, të izoluar, të vetmuar, jemi të dobët, jemi të mundshëm, të mposhtshëm, dhe ata që na kanë qeverisur e na kanë sunduar deri më sot, do vazhdojnë të na vjedhin, do vazhdojnë të na shfrytëzojnë dhe do të vazhdojnë të na tallin. Një jetë kemi, të bëjmë të gjitha përpjekjet që ta jetojmë me dinjitet.